Në momentin e parë kur promovoi librin e tij Jam musliman, reagimet ishin të forta, por pati përpjekje të ruajë një kujdes. Ndërkohë, në shënimin ku Ben Blushi qasej te shërimi i Shqipërisë nga otomanizmi, shpërtheu qelbi mbi sipërfaqe. Sulmet ndaj tij ishin shumë më të egra se sa kur trajtojnë fen. Në të gjitha strofkullat ku ushqehet neo-otomanizmi në Tiranë dhe në viset shqiptare, ka pasur bombardim të artillerisë së rënd alla turka. Emrat më të njohur të erdoganistëve shqiptar që mbushin studio televizive, publikuan çarçafet e tyre fletrufe. Në rrjetet sociale u aktivizua një lukuni personazhesh reale dhe fake, të cilët janë vërsulur Ben Blushit në faqen e tij dhe në hapësira të tjera virtuale. Ishte një eksperiment sa argëtues për Blushin, që ashtu siç duket kishte synim të ndiste këtë mekanizëm, por edhe aq trishtues, kur shikon kaq shumë shqiptar që vazhdojnë të hanë bukën e turkut bashkë me turpin e braktisjes së kombit. Një portal i krijuar dhe financuar nga shërbimet sekrete turke gjeti në kohë rekord një video të Ben Blushit, kur ishte prefekt i Korçës për ndonjë ceremoni të asaj kohe me personalitete ose një konsullat greke. Dalja e papritur e këtij materiali arkivor nuk tregon gjë tjetër veç se ekzistencën dhe aktivitetin e shërbimit sekret turk në Shqipëri. Një media vendase, sado arkiv të pasur të ketë, nuk siguron dot një video të 25 viteve më parë në mënyrë kaq të shpejtë. Një tjetër portal, po ashtu i paguar nga shërbimet sekrete turke, publikoi një breshëri pamfletesh kundër shkrimit të Blushit, duke përdorur përbaltjen. Justinian Topulli, polemist i hershëm, klerik i shkolluar dhe publicist aktiv, e akuzoi shkrimtarin për 4 krime të mëdha, kur në fakt Ben Blushi thjesht kishte shkruar një koment mbi otomanizmin, duke theksuar se ai pushtim 500 vjeçar ka lënë një sëmundje të rëndë, si pasojë së cilës kërkohet të mbahet me thonjë gjithë ai mentalitet perandorak. Pse duhet i djeg një musliman shqiptar një mendim kritik për perandorinë osmane? Pse duhet që një besimtar të urrejë një bashkombas që kërkon të mos glorifikohet një perandori e huaj? Një musliman natyrshëm mund të pëlqejë vendet islame të lindjes së mesme, politikat e tyre dhe drejtuesit e tyre, por këta që sulmojnë Blushin urrejnë edhe Mohammed bin Salmanin e Arabisë Saudite, presidentin e Emirateve apo El Sisin e Egjiptit, urrejnë edhe Indonezinë, shtetin më të madh musliman në botë me 290 milion banor, urrejnë iranianët me 80 milion, sepse i quajnë qafira shit, duan vetëm Recep Tayyip Erdoganin, i cili drejton një republikë laike, jo një shtet me sheriat. Edhe kjo është paradoksale. Shpjegimi është i thjeshtë. Kjo aradha zapësh dhe bashibozukësh nuk është gjë tjetër veç se numra në listën e strukturave neo-otomane të Erdoganit, i cili i paguan dhe i përdor që të mos shuhet zjarri i vjetër i perandorisë. Turqia, megjithëse është shtet i fuqishëm, nuk e ka të garantuar soft powerin e saj, ndaj aparati neo-otoman e bazon influencën te besimi si mekanizëm i shpërlarjes së trurit, jo besimi normal si marrëdhënia me krijuesin, por një besim i përdorur si shtet i madh, që kërkon të ribëjë Mutesarif, Spahinj, Çaush dhe Kajmekan, duke shpërndar Ferman, Fatwa dhe prona. Këta otoman shqiptar duan kalifatin, jo fen. Pas këtij sulmi efikas të Blushit, qendra neo-otomane, e cila vepron me strategji të mirëfillt, reagoi me kundërsulm, duke përdorur një dietar besimtar, hodhi në opinionin publik një manifest për Shqipërinë sipas Kuranit, një manifest i kopshëm, i shpërndar në rrjet, që përdoret si levë ideologjike, por në thelb është një armë diversive për shantazh dhe presion, ashtu siç përdorin organizata terroriste. Nuk e doni kalifatin osman, merrni sheriatin teokratik.